Kënaqësi jemi së bashku në studio 24. Mirë gjeta, faleminderit. Me mua në studio është gjithashtu Xhensila Kodra, gazetare News 24, e cila ka ndjekur hap pas hapi jo vetëm protestën e opozitës, po të gjitha zhvillimet që ndodhen me kupolën drejtuese të policisë së shtetit. Mirë se vini, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Me ne në studio është Edvin Kulluri, analist e njihni, mirë se vini, kënaqësi, mik i përhershëm i programit ton, ashtu si kundër edhe Bastir Çollaku, gjithashtu mik i përhershëm i programit ton, koleg gazetar analist, mirë se erdhët, kënaqësi jemi së bashku. Xhensila, po e nis me ju për të kuptuar atë se çfarë ndodhi realisht. Pra, motivacioni kryesor ishte, për shkarkimin e prodës e kam fjalën, ishte nuk garantoj sigurin dhe rendin publik gjatë protestës së fundit të opozitës, apo jo? Shiko, në fakt, unë do të nisja pak më ndryshe se sa protesta. Duket sikur protesta i ka dhënë atë kulmimin e fundit për ta shkarkuar nga detyra, por emri i Ilir Prodës është lakuar shumë herë, jo vetëm si i lidhur me bandat kriminale kryesisht në qytetin e Elbasanit, por i lakuar edhe për të larguar apo qoftë me dorëheqje apo për të shkarkuar nga detyra shumë herët. Nga informacionet që pata siguruar, në fakt thuhej dhe informacione shumë sigurta thuhej që nuk do vijon të më shumë se sa mezi i marsit, por duket se kjo kleçka tashmë, apo kjo protesta e opozitës duket sikur i vuri atë vulën dhe hajtë se po gjejmë një sebeb. Pra ju po thoni që Rama gjeti shkak protestën dhe atë që ndodhi gjatë saj për ta shkarkuar prodën, po pse kishte nevojë për gjetur një kleçk, siç e thoni ju, apo një. Në fakt ka pasur shumë arsye të tjera, mendoj, duke nisur që nga implikimi i punonjësve të policisë pra brenda radhëve të uniformave blu, qoftë në afera korruptimi apo në afera të cilat janë të lidhur edhe me persona të cilët po hetohen tashmë apo dhe po një pjesë e tyre po gjykohen nga pak rasti i tillë ishte edhe ai zëvendës drejtorit policisë. Do ta diskutojmë. Dua të di. Por në fakt atë ditë, pra në datën 28, sa orë më pas pra ndodhi shkarkimi? Shkarkimi ka filluar apo mund ta quhet tentativ shkarkimi apo një mbushje mendje për të dhënë dorëheqje, sepse deri sot që ne flasim apo deri në momentin që ne flasim nuk ka një reagim as nga qeveria por as nga Ministria e Brendshme zyrtarisht, nuk ka një reagim zyrtar për arsyen e shkarkimit apo nëse i është kërkuar dorëheqja. Informacione që ka mundur të siguroj ka të bëjë se rreth orës 11 mbrëmjes, pra nga ora pas protestës, pak orë pas protestës, jo më shumë se një orë pas protestës së 28 shkurtit, ka pasur një kërkesë nga ana e kryeministrit Edi Rama ndaj ministres së Brendshme ende në detyrë në fakt Koçiut, por për kërkesën që Ilir Proda duhej shkarkuar ose duhej mbushur mendje që ti të firmosësh një dorëheqje nga puna, sepse me dorëheqjen nga detyra ka të bëjë më shumë benefite që ti mund të jesh prapë. Pra, dallimi mes shkarkimit dhe largimit me dështirë pra dorëheqjes nga detyra. Nëse ti jep dorëheqjen nga detyra, mund të jesh sërish pjesë e strukturës të policisë shtetit ose brenda radhëve të kupolës, por nëse ti je i shkarkuar, je automatikisht radhë jashtë këtyre radhëve. Dhe patëm deri në këto momente më është konfirmuar se ka një dorëheqje, por që mendoj se është një lirim i detyrueshëm nga radhët e policisë apo nga kupola. Fakti është që ai nuk është më drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Po, fakti është që nuk është sepse mesditën e sotme zyrtarisht e ka marrë detyrën e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit si komanduar Sokol Bizhga. Është hera e dytë në fakt që merr këtë pozicion, por për shkak se është një nga persona, për shkak se ishte deri në momentin që mori këtë detyrë, ishte zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit dhe automatikisht i kalon posti i drejtorit të përgjithshëm. A Lushi pse është ende në detyrë? Në fakt këtu është klauzula ligjore. Është i shkarkuar nga detyra, por vijon të qëndrojë në detyrë për faktin sepse kompetencën e shkarkimit për t'i dhënë pra letrën apo dokumentin e shkarkimit duhet ja japi drejtori i përgjithshëm. Pak rëndësi ka nëse është emëruar apo i komanduar në këtë detyrë dhe pritet që brenda kësaj jave maksimumi brenda javës që vjen të ketë një shkarkim nga detyra. Bizhga ndërkohë qëndron në detyrë derisa të kryhet rituali i zakonshëm siç ndodhi dhe me Prodën, konkursi e tjera me radhë. Proda ishte personi i parë në fakt që vinte me konkurs si drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit.
pritet që e njëjta situatë Të të ndodhet vijoj dhe tani, por që nuk mendoj se do jetë koqiu ajo që do të hapi thirrjen apo garën për drejtor përgjithshëm. Duhet pritur emërimi I ministrit të ri. Lamallarit, po ministrit të ri për të hapur garën, dhe nëse kjo garë hapet me njëherë, pritet që brenda muajit mars, pra brenda një muaji me të gjitha strukturat që do të bëjmë, po të ketë drejtorin e përgjithshëm. Këtu ndryshon fakt edhe numri i personave që mund të garojnë. Ka pasur gjithmonë një klauzol dhe akuza për persona që duhet të garojnë. Nëse më herët do ta diskutojmë, do ta diskutojmë pas pak të, sepse dua të qëndrojmë ende te momenti i shkarkimit të Prodës. Rama bëri këtë reagim nga Vila 31 ndërkohë, pasi e shkarkoi. Erdha për të takuar me artistët edhe për të shprehur atyre të gjithë ndjenjen time të keqardhjes, për të kërkuar falje për atë çka u ndodhi mbrëm kur gjendën në një sulm bombash artizanale që larg qoftë mund të kishin sjellë tragjedi këtu. Ata janë të traumatizuar, nuk janë në gjendje të flasin për publikun, i mirë kuptoj krejtësisht, dhe kjo që ka ndodhur është një turp shumë i madh, është një dëm shumë i madh. Ky ka qenë reagimi i zotit Rama, sigurisht vendimi për të larguar nga posti drejtorit përgjithshëm të Policisë së Shtetit Ilir Prodës ishte marrë dhe fill pas atij vendimi ishte dorëheqje, ishte shkarkim, do ta mësojmë rrugës. Ai bëri këtë reagim i tronditur, siç dukej të shfaqej përpara publikut, përderisa brenda ambienteve të kësaj që tashmë është një qendër kulturore, pra Vila 31, kishte 7 shtetas të huaj francez. Zoti Nano, ju si mendoni, shkarkimi i Prodës erdhi si pasojë vërtet e mos garantimit të rendit dhe sigurisë publike gjatë protestës së opozitës, apo presionit ndërkombëtar, apo u gjet, siç tha kolegja, një kleçk apo një arsye për ta shkarkuar Prodën, emri i cilit në fakt kohët e fundit përflitej mjaft? Shiko, realisht nuk duhet të merrem konkretisht shumë me emrat, por duhet ta kap pak çështjen dhe në parim. Dhe ajo që unë dua të përmend është që nuk më vjen mirë që drejtorët e përgjithshëm janë duke lëvizur në këtë lloj mënyre, pa mbushur mandatin e tyre, sepse çfarë mesazhi jepet strukturës Policisë Shtetit, çfarë sigurie kanë punonjësit e Policisë Shtetit për të vazhduar punën dhe çfarë motivi kanë ata. Dhe ndërkohë që shikojnë që drejtori i përgjithshëm i policisë, dhe në rastin konkret i zgjedhur dhe me konkurs midis disa kandidatëve, shkarkohet apo largohet nga detyra i detyruar, atëherë unë nuk besoj që strukturat e tjera drejtuese dhe punonjësit e policisë do të kenë më atë zellin e punës, sepse kjo puna e largimit drejtorit të policisë është parë kohët e fundit që është bërë modës edhe nuk po e mbaron dot kush mandatin. Tani, nëse do të flasim për protestën dhe është menaxhuar mirë protesta apo jo, tani protestat janë të ndryshme, skenar të ndryshëm, skenar që edhe parashikohen në planet paraprake të policisë, bazuar në informacionet që ka. Realisht policia ka pasur informacion sepse vurmë re që dhe pranë godinës drejtorisë përgjithshme ishte vendosur paraprakisht kordoni policisë, ishte një farë informacioni që turma e protestuesve do të shkonte në selinë e drejtorisë përgjithshme të Policisë Shtetit, por aty u bllokua dhe më pas janë detyruar që të largohen prej aty dhe ka vazhduar lëvizja, protesta me lëvizje në drejtim të drejtorisë Policisë Tiranë dhe më pas në zonën e bllokut. Në zonën e bllokut ishte një skenar, po themi, apo një lëvizje që nuk kishte informacion paraprak, flas që ditë përpara kur ishte bërë plani, me sa kam unë ndjeni, por këtë e di më mirë strukturat që kanë bërë planin dhe kanë trajtuar informacionet. Dhe në momentin që janë afruar apo kanë marrë drejtimin në rrugën që kalon për nga Vila dhe të nxjerrë në bulevard më pas në kryeministri,
Aty është menduar dhe pavarësisht se është kërkuar afrimi i forcave të policisë bashkë me shijesën e tjerë, nuk është bërë mundur për shkak të lëvizjes së vasht që të afrohen dhe ka ndodhur një incident që ne e pam dhe në media, që për mendimin tim një incident nuk do të hyj fare, po themi, arsyes pse u bë, sepse dihet që turma e acaruar ka element brenda që kryen veprime të dhunshme, por edhe si qytetar unë nuk do të dëshiroj kurrë dhe nuk jam nga ata që dëshiroj dhe e promovoj dhunën. Po, është arsye për shkarkim ose për largim nga detyra të drejtorit përgjithshëm të policisë? Tani në ndjenin time nuk ka dalë një akt, një vendim i Këshillit të Ministrave për shkarkimin e drejtorit përgjithshëm deri tani, me sa kam ndjeni do të largohet me dorëheqje, me sa kam ndjeni qofshe e gabuar, por do të presim se si do të procedohet me aktet administrative. Megjithatë do të them diçka që nëse krijohet një situatë e tillë dhe nuk mund të vazhdohet dot më, atëherë është vendimarrja e kryeministrit që nuk do të bashkëpunojë më me X drejtorët apo me Y drejtorët përgjithshëm dhe normalisht nuk shkon më ajo punë që të vazhdojë detyrën atje. Thash, nuk e di sepse marrëdhëniet deri më sot kanë qenë shumë të mira midis kryeministrit dhe drejtorit, kanë pas komunikim, nuk di të ketë pas në një qefmbetje, nuk di të ketë pas në një përplasje, por mund të jetë dhe incidentin protestën e fundit, e cila po themi që e ka detyruar kryeministrin që të kërkojë largimin e drejtorit përgjithshëm, pasi nuk bëj fjalë vetëm për shtetet shqiptare aty, ose ne ndryshojmë nga shtetet e huaj, se jeta e vlen njësoj, por gjithsesi ka pas një impakt shumë të madh sulmi Molotov, ndërkohë që brenda Vilës kishte shtetet të huaj francez. E kuptoj. Luajti një rol në fakt Ola edhe Bashkimi Evropian, me i herë pas reagimit të tyre që brenda Vilës ju rrezikua jeta 7 shtetësve artistëve francez, me i herë erdhi dhe ky reagimi i shkarkimit të provës. Dhe jo vetëm, edhe ambasada gjermane. Në fakt, për hir të së vërtetës, çdo të paktën 3 protestat e fundit, nëse nuk gaboj, kanë